podcastet që kanë gati 1 ose 2 vite që po dalin dhe po shpërthejnë edhe po ndiqen sepse janë duke marrë gjithë njerëzit që janë shumë të njohur dhe ata qarkullojnë nga njëri podcast e tjetri dhe tjetri. Dhe ajo që bëhet është që vjen në një dhomë apo në një cep dhome, kulen dhe flasin dhe në shumicën e rasteve ti dëgjon për historinë e jetës së tyre, që kanë të bëjnë me divorce, që kanë të bëjnë me ato gjëra që klikohen. Unë nuk e kuptoj si guxon të thuash një gjë ndryshe. Dhe këtë gjë unë e shikoj, jo vetëm ata, po e shikoj për shembull me personat e tretë me cilët ata punojnë. Do ta mirë veten tënde në punë, do ta punësoj veten tënde me një qasje të tillë ku krenaria del mbi atë që është më mirë për biznesin. Po dëgjoni podcastin Miqësisht e Lida. Përshëndetje miq, mirë se vini sërish në makinën time. Edhe se më shtën shpesh herë nga gocat e mrekullueshme me cilat punoj, që ndofta këto bisedat në makina, ndofta do të ishin më mirë nëse do t'i bënim ulur në zyrë me një cilësi më të lartë. Edhe realisht pyeta një grup që ju besoj shumë, që janë të vërtet, dhe është pikërisht kjo fjala që dua të flas sot, sa pyesim dhe besojmë njerëzit që janë afër nesh, që ne ju besojmë, të na thonë të vërtetën. Edhe kur kjo e vërtet shpeshherë nuk është ajo që duam të dëgjojmë. Jam duke dhënë shembullin tim në rastin thjesht, nëse do duhet ta bënim një incizim të podcastit në kushte që unë e quaj farmaceutike, apo ju do doni të dini disa gjëra që unë mund t'i quaj like Lida's Rants. Pra Lida nxjerr ca gjëra që i vlojnë brenda dhe do t'i thotë duke menduar që dikush kur ta dëgjoj do t'i bëhet jeta një çik më mirë. A mund të bëhet kjo ulur në një zyrë me gjithë atë modelin që ne po shikojmë në këtë valën e madhe të podcasteve që po shtohen dhe që po shikojmë që njerëzit kanë zvendësuar tashmë shkuarin nëpër studio të ndryshme me shkuarin nëpër studio të përafërta në podcaste. Dhe po të vini re janë gjithë podcastet e reja që po marrin ose podcastet që kanë gati 1 ose 2 vite që po dalin dhe po shpërthejnë edhe po ndiqen sepse janë duke marrë gjithë njerëzit që janë shumë të njohur, që janë njerëzit që rëndon populli, njerëzit i quajnë VIP-a, po që unë do thosha që kanë një sferë influence pak më të madhe nga tjerët, dhe ata qarkullojnë nga njëri podcast e tjetri dhe tjetri. Dhe ajo që bëhet është që vjen në një dhomë apo në një cep dhome, kulen dhe flasin dhe në shumicën e rasteve ti dëgjon për historinë e jetës së tyre, ti dëgjon për gjëra që nuk i ke dëgjuar më përpara, që kanë të bëjnë me divorce, që kanë të bëjnë me ato gjëra që klikohen dhe pastaj shiten më mirë. Në fakt, ajo që unë diskutova me grupin tim, me cilin, siç u thash, i quaj My Advisory Board, janë persona të cilë ju besoj në vite që i kanë integritet brenda vetes së tyre dhe janë profesionistë. Dhe ajo që më thanë është që Lida, nëse unë do të shikoja ty të ulur në një set të tillë, në një sken të tillë, në një sfond të tillë, nuk do të ishte ajo që ti ke bërë në vite. Prandaj qëndroja sa që ke bërë, edhe nëse kjo duket sikur her pas here nuk është në cilësinë që njerëzit sot janë mësuar të kenë. Dhe rash dakord edhe pse në fakt edhe kur i pyeta vajta me predispozitën që të më thoshin po Lida, bëje në një studio, patjetër vendin e kemi, mund të uleshim gjithë këto pajisjet e nevojshme i kemi, janë marrë që nga 2018 që i kam marrë në Amazon, veja i breja në Gjermani dhe unë e di se si i kam sjell këtej. Jo tani më që gjenden kollaje mund të sjellin edhe tek shtëpia. Ajo që dua të them është që kur më thanë që jo, vazhdoj kështu, nga që isha përgatitur për atë eksperiencën tjetër, që do uleshim në një vend dhe do ishte më serioze dhe do ishim me make-up të ngrirë të bërë, me veshjet përcaktuar, me ngjyra të caktuara, isha përgatitur shpirtërisht për këtë gjë. Dhe kur ata më thanë këtë gjë, realisht ishte megjithmonë e keni, mos është që jeni mësuar çik me këtë gjë dhe ju pëlqen, më thanë Lida, po na pyet çfarë është mendimi ynë. A di që ne do të themi mendimin pas një interes. Mendon që kjo gjë ne do na fut gjë në xhep nëse ta themi ashtu dhe kështu, por ne po mendojmë çfarë është mirë për ty. Realisht kjo më bëri të mendoj për një proces në coaching me Lidën, kur unë punoj dhe më duhet të merrem shpeshherë me disa personalitete që janë shumë të fuqishëm. Dhe janë të fuqishëm dhe janë suksesshëm dhe janë të bërë vetë dhe janë persona që kanë gjithë respektin tim, sepse janë njerëz që dinë të drejtojnë dhe që kanë edhe përujnësinë
të thonë që këtë gjë që nuk e di, unë dua ta mësoj nga ty. Ashtu si kundër unë mësoj prej tyre çdo ditë. Por është një vend që anglezi quan mirë bottleneck, apo do thoshja një ngushticë, ku pothuajse ngecen të gjithë, është pjesa kur programi ka filluar të funksionojë, kur njerëzit me ata të cilët punojnë kanë filluar të jenë persona që flasin mendjen e tyre në tavolinën e madhe, secili duke folur çfarë i takon në përshkrimin e punës që ata kanë. Pra nëse më përpara kanë pasur dikë që në titull ishte drejtori i marketingut, por në praktik ishte zbatusi i çdo ideje që thoshte CEO, tani kur ata janë zhvilluar me vizionin e CEO-s, ku CEO do të arrijë me kompaninë e vet, ata shohin cila është fushata më e mirë, cila është mënyra më e mirë që këtë vizion të kenë mundësi ta zbatojnë në mënyrë të shkëlqyer. Dhe kur ata flasin dhe thonë një mendim ndryshe, ky është momenti ku CEO gjendet i papërgatitur që të dëgjojë një ide ndryshe, të dëgjojë dikë i cili çuditshëm thot unë mendoj që mund të kemi një rrugë, 2 rrugë, 3 rrugë. Ndërkohë për këtë gjë ka paguar CEO që këta njerëz të zhvillohen. Dhe pse i quaj që është një ngushticë, që është tamam si kjo gryka këtu që duhet ka përdir me qëllim që të marrësh të shikosh të mirën e kësaj gjëje. Duhet ka përdir ajo pjesa, do ta quaja jo mendje madhësi, sepse këta CEO nuk janë mendje ndaj, por e kanë mësuar shpesh herë duke thyer turinjt që nuk mund i besosh shumë të tjerëve. Por në moment që ti ke investuar se sa njerëz, ata njerëz janë bërë të aftë të bëjnë detyrën e tyre, as më shumë as më pak. Ky është momenti që ti të thuar si CEO po, më lejo ta mendoj, më jep pak kohë, por jo të marrësh të thuash, unë nuk e kuptoj si guxon, të thuash një gjë ndryshe. Dhe këtë gjë unë e shikoj, jo vetëm ata, po e shikoj për shembull me personat e tretë me të cilët ata punojnë. Në qoftë se kanë persona që janë pajisërs, providers, apo mund të jenë persona me cilët ata bashkëpunojnë në fusha të ndryshme, pra jo vetëm staf i lartë, po dhe të tjerët që kanë punuar brenda coaching me lidhje bëhen më të aftë të thonë të vërtetën sipas pozicionit të punës për të cilën ata janë paguar prej vitesh dhe që për herë të parë po bëjnë detyrën e tyre. Çfarë shoh shpesh herë, mund të them në shumicën e rasteve, shoh ata drejtues të cilët pasi e shikojnë si një gjë të vështirë, sepse mendojnë që një sekond, unë kisha ca njerëz që më bindeshin, dhe që nëse i thoshja kjo duhet bërë për 3 ditë, ata do ta bënin për 2 ditë e gjysmë, ndryshe kishin shumë probleme me mua. Dhe tani unë ju them dhe më thonë një sekond, nëse ne do bëjmë këtë, në kohë të shkurtër, fitimet tona do të jenë këto, ndërsa në kohë të gjatë do të jetë 10 fishi. Dhe më thonë që kjo nuk ka pse të bëhet në 3 ditë. Na lejo ta bëjmë këtë në 7 ditë, dhe ne do kemi fitime më të mëdha, që mund të jenë në të gjitha sferat e biznesit, Nuk flas vetëm nga ana monetare, po mund të jetë nga ana marketingut, po mund të jetë nga ana e forcimit të brandit aty jashtë. Ajo që në parim jam duke munduar të them është që është ky momenti kur këta CEO që kanë punuar fort të kenë një grup që fillon të mendoj si të zbatoj më mirë vizionin e CEO-s në mënyrë operacionale, këta CEO fillojnë të mendojnë që diçka nuk shkon. Dhe këtu ndahen CEO-t prapë dhe mund të shikosh një grup të tyre, të cilët përpiqen dhe e kapërdin këtë gjë dhe fillojnë të thonë një sekond, a është këtu që po më dëmtohet krenaria ime, nëse do ta bëj këtë gjë, apo po më dëmtohet biznesi? Në një pyetje që unë besoj ndihmon shpesh herë kur ne bëjmë coaching sessions në këto raste, është që unë i them, a fillo ta mendosh pozicionin tënd si një CEO që e ke marrë ti në punë. A do doje që ky CEO të sillej kështu? Do doje që ai të mbyllte të vinte tapa në kreativitetin e njerëzve, ndërkohë që ata po bëjnë detyrën e tyre. Ata nuk po kërkojnë të bëjnë diçka tjetër, ata po bëjnë detyrën për cilën ti ke paguar. Pra pyetja është, do ta mirë veten tënde në punë, do ta punësoje veten tënde me një qasje të tillë ku krenaria del mbi atë që është më mirë për biznesin. Pyetja e dytë që besoj mund të ndihmoj dikë është, okay, nëse ti mendon që veten tënde do ta mirje në punë të bënte me këtë sjellje, a mendon që është e vështirë që sjellja jote të dali përpara zhvillimit të njerëzve dhe ti të vetë zhvillohesh diçka më shumë dhe ti të pranosh që në strukturat që kemi ndërtuar ka shumë mundësi që shpesh herë mendimi yt nuk është
në ekstremin pozitivist ose në atë mendimin ekselent që duhet jetë. Këtë e sjell dikush i cili është më i miri në fushën e vet, le të themi që dikush që në stafin e lartë, dikush që mbulon IT-n apo AI, inxhinier, është ai person i cili di shumë më tepër nga ty sa i takon zgjidhjeve të reja. Dhe është okay të pranosh që vetëm vizioni është detyra e CEO-s dhe kontrolli, monitorimi i vazhdueshëm. Ndërsa hapja e rrugës është aq e rëndësishme për CEO-n, sa është e rëndësishme për ata persona të cilët janë staf i lartë, që të kuptojnë që kanë një CEO i cili i nxit që ata të punojnë gjithmonë më mirë për kompaninë, për veten e tyre, për të shpërblyer më shumë, për të ecur në detyrë, për të mësuar gjëra të reja. Dhe është ky momenti që unë besoj që e vërteta mund të jetë pak e hidhur, sidomos kur thuhet nga persona të cilët janë më të mirë nga ty si CEO në ekspertizën e tyre. I dash rastin tim për sa i takon ata që unë kam advisory board, dhe ajo që unë mendoj gjithmonë dhe që ju them CEO-ve është që gjithmonë është e domosdoshme të kesh një grup njerëzish, jo më shumë se 5 veta, të cilëve ti ju beson, me të cilët ti e ushqen marrëdhënien në formë të tillë që ata të mos të ndihen të intimiduar nga ty, të mos ndihen që duhet për shkak të një frike miqësore ose një frike sepse janë ndjesi të nënkontraktuar të thonë atë që ti do të dëgjosh. Besoj dhe them me bindje që kjo është një nga gjërat që dëmton kompaninë kur është në majat e suksesit. Miq, duke uruar që dikujt i kem çuar një mesazh të thjeshtë, rrethohu me njerëz që janë të vërtetë. Qoftë kur je duke ndërtuar biznesin, qoftë kur je në majat e biznesit, në majat e suksesit, dhe ti mendon që do duhet të vesh në nivele të tjera, nuk mund të vesh në nivele të tjera, nëse ti do të hecësh me praktikat e kaluara të nivelit që e ke lënë mbrapa. Duke uruar gjithë bekimet e Perëndis, miqësisht e vita. Nëse ke arritur deri në fund të videos, kjo do të thotë që ti je një ndjekës i rregullt dhe ke interes në gjërat që ne bëjmë. Nëse është ky rasti, ju lutem më kontaktoni. Ne mund të futemi shumë mirë në një nga programet e mia dhe të marrim të shikojmë çfarë është gjëja që të bën më shumë mirë ty në momentin që ti je në përgjithësimin e karrierës ku ti je, në ecjen që ti ke bërë. Dhe jam e bindur që ti mund të bashkohesh një armatë të madhe njerëzish të suksesshëm me të cilët ne punojmë. Prej të cilëve ne në mënyrë të vazhdueshme secili nga ne mëson, por jo vetëm kaq. Krijojmë një network, krijojmë një rrjetëzim që është i jashtëzakonshëm. Kur kanë të njëjtën ide që ndahet, që është të qenit me mendje të hapur, të qenit i gatshëm të ndihmojnë njëri tjetrin dhe të qenit vazhdimisht në tregun e punës për të dhënë më të mirën tonë. Nëse është kjo që të ka sjell tek podcasti im, të lutem më shkruaj. Të lutem, është shumë e kollaj të më gjesh, ndoshta në Facebook me Lida Motro, ndoshta në Instagram që është Emi Coaching and Consulting, e gjeni kollaj fare, ose dhe në YouTube. Mundësitë e lidhjes janë të jashtëzakonshme. Mundësitë nga të cilat ju do përfitoni nga kjo lidhje nuk ka të bëjnë me mua, ka të bëjnë me gjithë rrjetin e njerëzve me të cilët do të bashkëpunoj. Uroj t'ju shoh nga brenda programeve të MCC. Ju uroj gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht, Elida.